Banorët e fshatit Kanin janë ngritur këtë të martë në një protestë paqësore për të kundërshtuar punimet që po kryen në zonë për bypassin e Vlorës. Banorët tregojnë se në hyrjet e tokave bujqësore të fshatit, aty ku janë ullinj shekullor, është bllokuar kalimi për mjetet e tonazhit të rënd, si ato bujqësore, por edhe të emergjencës civile. Në hyrjet e tokave bujqësore, banorët tregojnë se është vendosur një tubo me lartësi minimale 3.5 metra, duke patur mundësi të kalojnë aty vetëm qytetarët dhe autoveturat, por jo mjetet e tonazhit të rënd apo zjarr fikse dhe ambulancat në rast e zjarri, por edhe kur banorët shfaqin probleme të shëndetit. Pikërisht këtë pjesë të projektit ata e kundërshtojnë dhe në tërësi kundërshtojnë edhe projektin e bypassit të Vlorës dhe mënyrën si ai po realizohet. Ne po protestojmë për të nënkalimin këtu që po na bëjnë sepse po na çojnë një tubo. Sipas mendimit ton, është një tubo që është 3 metra dhe aty nuk kalon asnjë gjë. Ne po u themi që na i zgjeroni këtë nënkalimin këtu sepse këtu nuk kalojmë dot me asnjë gjë. Po ne dojmë që ne na penalizon, ne dojmë që të kalojmë me një betonjere, do të kalojmë me një mjet çik më të madh, do të kaloj, aty s'kalon të zjarr fikse, është para zjarrit që ta shikoje, që ishte që të vinte zjarri, të vinte të kalon të zjarr fikse, se u dosh generatori këtyre të firmës. E kupton? Aty nuk vjen asnjë gjë. Ne këtë po u themi, këta vinë këtu, na rrin 3 minuta, ikin, e kupton, vinë, jo do ta bëjmë, asnjëri nuk po jep asnjë zgjidhje. Thjesht po punojnë ajdutçe që ta bëjnë ato që kanë ndërmend që të bëjnë. Mirë, tokat që i morën si u deshte i shefi, po tani s'po bëjnë asnjë që duhet bëjnë. Të gjitha toka bujqësore, këtu më poshtë ka edhe familje prapë që jetojnë njerëz. Se janë 2-3 palë shtëpi që jetojnë. Sot aktualisht jetojnë atje, se s'kan ku të vend tjetër. E kupton? Edhe këtu është që ta nuk po e mbyllin atë, po bëjnë një vrymë që atje do dalin aty kur tu ka rrugë plot. E kupton? Ju çfarë do të bëni? Ne do vazhdojmë protestën deri në një zgjidhje të problemit. Problemi është që bypassi është devijuar nga projekti aktual që është devijuar dhe nuk ka asnjë tabelë njoftuese për këtë devijim, sepse firma Gjener apo firmat e tjera që kanë punuar këtu kanë premtuar që do bëhet një rrethrottullim ose një nënkalim që është i nevojshëm për fshatin, domethënë që kalojnë dhe mjetet e transportit, domethënë siç janë betonjeret apo mjetet e shërbimeve, ambulanca, zjarr fikse, sepse do bëni rrethrottullim, çfarë kanë bërë? Ja, siç e shikoni dhe vetë juve çfarë kanë bërë. Kanë bërë një gjë të pakuptim, fshati nuk ka as rrethrottullim, është devijuar në 3 hyrje. I bjem në vërdall tani për të ardhur në Kanin. Mirë këto, po të paktën të na blën të vemi na ullishtet. Të paktën të vemi na ullishtet. Siç e shikoni punimet janë bërë pa, domethënë janë bërë jashtë pa plan, jashtë projektit. Kjo ju dëmton. Ju dhe tokat bujqësore. Po tani tokat bujqësore këtu ka dhe shtëpi. Tani një zjarr fikse, një ambulancë, në moment që nuk kalon dot, këta banor këtu si do jetojnë. Do vini me shirit në! Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi orvlla? Po na bllokojnë. Po na bllokojnë, kemi 12 vjet. Kemi drejtuar AMTP-t e vjetra. Nuk na jepin. Me procese, hajdutësh. Tani po na bllokojnë dhe tokat bujqësore. Çfarë zgjidhje? Çfarë zgjidhje? Këtu komandon një kryeministër, vëlla, 35 vjet. E kupton apo jo? 35 vjet komandon një kryeministër. Me platforma bashkëqeverisje. Gjoja bashkëqeverisje. Me Albania Leshi. Këto janë e Albania Leshi. Çfarë do bëjmë? Unë s'kam çfarë të bëjmë më gjë. Me vetëm më vinë vdekja në këta. Edhe ose të iki, jashtë. Me punimet që janë bërë për bypassin dhe me këto e shikoni ata atje? E këtë e kanë ndërtuar vetë, ata po e prishin vetë. Ku ishte projekti parë dhe pse kanë ndryshoj projekti dytë? Duam shpjegime e para. E dyta, me punimet që ka bërë, që nga bishi ka ndarja e rrugës për fshatin e Kaninës, e kanë nxjerrë fshatin jashtë përdorimit me këtë rrugë, është rrugë historike. Kalojnë makina, ju devijojnë totalisht, nuk vizitojnë fshatin. Jo, i thoni qeverisë që ta heq në lista 100 fshatrave turistik Kaninës, se e nxorën jashtë përdorimit komplet. Protesta do vazhdohet derisa të zgjidhet problemi. Dakor? Ke shpresë se do zgjidhet? Po, kam shpresë se do zgjidhet. Nëse ka arsye. S'ka arsye është një problem tjetër. Në Kanin ka dhe emigrantë të rikthyer për të krijuar të ardhmen e tyre në fshatin e lindjes. Ata thonë
se duke parë penalizimi që i be çdo ditë më tepër kaninës, ata janë bërë pishmand për këtë vendim që kanë marrë, duke treguar se nëse situata vazhdon e tillë, do të shkojnë prapë në emigrim. Po, jam kthyer në Shqipëri. Po, fillimisht nuk ishte aq keq, po ishte shumë keq. Sa vinë më duket sikur është qëllimi shopër, se çdo gjë bëhet për të penguar, për të shkatruar. Tani çu kanina, fshati për mua fshati më i famshëm në Shqipëri. Ka nxjerr figura historike, ka nxjerr heronj. Kemi kalat ciklopike atje. Tani në vetë na ndihmojnë që të sjellim më turista, se ai turisti fundi zonë lungomare. Shkon lungomare këtu. Ata duan gur ciklopik, duan histori. Kjo ka shumë histori. Ka Aleksandri Madh, Pirua, ata çfarë bëjnë? Shkatrojnë kaninën, blokojnë rrugën që ti të ikësh në fshatin jot. Për mendimin tim kjo është shumë e thellë. Ma them fillim që fillim nuk ishte shumë keq, por tani si është. Është bërë shumë keq. Pse? Sepse po shumë kanina nuk se ka uzina e fabrika. Ne kemi ullit, kemi vajin e ullirit, në një agroturizëm, këto kemi fusha, tokat, por kemi vend të Domethënë këto që keni u kanë bllokuar. por e bllokojnë sepse po të shikojmë bregu Madh u bllokua. Kjo u bllokua, pa ti ke dy dalin në det në Vlorë, ato bllokon të dyja. Pa po ky është i plani i madh. Që ose ta lënë kaninën ta izolojnë, ose nuk e di se po të shoh për shembull, këte jugu është zhvilluar. Vunoj, Qeparoja, këto fshatat grek, Llori e Piri, pra kjo po më është e thellë. Këta i bie laborist, që është trimëri e Shqipërisë edhe fuqizoi faktorin grek. Tani na vin Pirovëngu këtu që është grek dhe besi patriot. Ton çapën Pirovëngu në Shqipëri, ose këtu në Kanin. Po mua kjo është shumë e thellë. Ju protestoni ndërkohë, presion se do të gjë zgjidhje ose Po tani ne si fshat po të jemi të bashkuar për te këtyre i majti djath, ka zgjidhje. deri tani kemi qendruar stoik të bashkuar. Po, pak a shumë jemi të solidarizuar për Kryeplaku i fshatit Kanin është edhe ai në mbështetje të protestës së banorëve të zonës. Ai tregon se së bashku me banorët kërkojnë që projekti të rishikohet dhe të ketë më tepër transparencë në realizimin e punimeve. Ajo është kjo që bëhet punë është për mua është absolutisht e papërshtatshme. Ja çdo parametër. Se nëse ti kërkon të bësh një zhvillim të kësaj, nuk e bën dot. Po mirë ti dërgojmë kryeministrit. Po patjetër. Po. Fal. Ky projekt sa e penalizon. Se ju jeni kryeplaku, besoj e dini më mirë se. Po, shiko tani. Bypassi Kanin e ndan në dy pjesë. Pjesa perëndimore dhe pjesa lindore. Në pjesën perëndimore është bërë, nuk ka akses për të vajtur në prona. Janë shumë larg. Pse? Nuk e di tani, unë i kam kërkuar ARSH-s të na bjerë në dëgjesin publike dhe konsultime publikun. Si është informuar ky publik për këtë rrugë që do të bëhet, ku do të jenë akseset, vend kalimet, mbi kalim, nën kalim, rrugë dytësore. Absolutisht. Tani ka një gjë. Ose ARSH-ja thotë që unë i kam marrë firmat e banorëve, por me këta banorë që kam pyetur unë, thotë asnjëri nuk ka firmuar. Asnjëri nga këta banorë nuk ka bërë konsultim publik dhe dëgjes publike. Atëherë, për mua të vinë përsëri ata zotërinj të ARSH-s, të na sjellin, ose nëse të na sjellin unë në zbatim të nenit 119/2014 dhe nenit 23 të Kushtetutës, do t'i kërkoj të më bëj transparencë për të mprur mua kur është bërë dëgjesa publike, konsultime publikun dhe të shikojmë e kanë të saktë apo se kanë të saktë. Dhe nëse e kanë saktë, tu diskutohet kjo puna këtu për 70 pond për një limon për ishet i dasëm. Pse? Sepse një minutë lutem. Këtu nuk është bërë dëgjesa publike, thotë, është ndryshuar projekti. Po ky projekt u ndryshua. A u pyetën banorët, a u dha një informacion për banorët, një tabel hyrëse dalse thotë punimet fillojnë. U ndryshoi projekti me këtë vendim. Fillojnë në këtë datë dhe mbarojnë në këtë datë. Bëhet ky nën kalim ose ky mi kalim. Ky është unë të paktën si sekretar shtati, nuk dija gjë fare që do mbyllej rruga që është poshtë. Është bërë që para, kanë vajt vetë personalisht. E vllokova për momentin i thash atij, mora mirë kuptimin e gjener dyshit, tra zotëri po. Unë nuk di gjë, unë jam kryetari i fshatit, ti e bllokon pa dhënë absolutisht asnjë sinjal. Në hyrje të tokave bujqësore të fshatit është ndërtuar një rrugë dytësore, por hyrja e saj është krijuar me anën e një tuneli prej Llamarine, ku në fakt projekti ka qenë për krijimin e një rreth rrotullimi në atë pjesë dhe më pas një nënkalim me gjerësi të konsiderueshme që banorët e zonës të kishin mundësi të shkonin tek tokat bujqësore.